pasi në këto momente ka ardhur një reagim i ministres punëve të brendshme Albana Koçiu në rrjetet sociale, e cila thotë se dënojmë çdo inkurajim aktesh dhune nga drejtues të opozitës, u bëjmë thirrje organizatorëve të protestës që t'u bëjnë apel simpatizantëve të shmangin aktet e dhunës dhe të mbajnë të miturit larg çdo akti që do të rrezikonte jetën e tyre dhe të qytetarëve. Dhuna nuk është zgjedhje, thotë më tej ministria, dhuna është shfaqje e dëshpërimit nga ato që në vend të alternativës krijojnë skena që rrezikojnë jetën e qytetarëve, policëve dhe gazetarëve. Ata të rinj e të mitur që përfshihen në akte dhune nuk janë as heroj dhe as trima, por janë të keq përdorurit e atyre që në mënyrë patologjike vjojnë të mbështesen tek dhuna pa mundur të ndërtojnë alternativë tjetër veç shkatrimit. Është ky reagimi që ka ardhur në këto momente nga Ministre e Punëve të Brendshme Albana Koçiu, teksa protesta pra ka shkuar deri në përplasje, tensione apo hedhjen e molotove siç kemi parë edhe më herët. Kjo është situata deri në këto momente.